Sot në një fshat në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti Policor Gallat kanë privuar nga liria një burr 35 vjeçar nga ai fshat, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak se ai I ishte kanosur bashkëshortes së tij 24 vjeçare. Gjatë denoncimit të ngjarjes, ajo dorëzoi edhe një substancë të bardhë pluhur, për të cilën deklaroi se e kishte marrë nga bashkëshorti I saj. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të bëhet një parashtresë përkatëse. Mbrëm zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar në bashkëpunim me sektorin për krim ndërkufitar, migracion, të huaj dhe ripranim, drejtorinë e të ardhurave publike, Inspektoratin Shtetëror të Tregut, Inspektoratin e Punës kanë kryer aksion kontrollues në një objekt hotelerik në një qendër tregtare në rrugën Ilinden në Gostivar. Me këtë rast, në objekt u gjet dhe u ndalua KD, 43 vjeç, nga Shqipëria, sepse kishte abuzuar me qëndrimin turistik, gjithsesi kishte qëndruar në kundërshtim me qëllimin e lejes. Gjithashtu ndalua edhe XK, 62 vjeç, nga Dobërdolli, sepse ishte sjell në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor, të cilët kryenin detyra zyrtare. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 15:50 zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një burr 43 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak se ishte sjell në mënyrë agresive dhe ishte kanosur bashkëshortes së tij 33 vjeçare, me të cilën është në procedurë divorci. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresa përkatëse. Dje në orën 12:30 në rrugën Vëllezrit Miladinov në Tetov, zyrtar policor të seksionit për krim ndërkufitar, migracion, të huaj dhe ripranim Tetov kanë arrestuar personin BA, 32 vjeç, nga Shqipëria. Ai u gjet në një vend ndërtimi dhe përkundër faktit që kishte një ndalesë aktive për hyrje në shtet, kishte realizuar hyrje të paligjshme dhe po qëndronte e punonte pa dokumente. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 11 në stacionin policor Gostivar, FI 35 vjeç nga Vrutoku, Gostivar, ka raportuar se një ditë më parë rreth orës 21 ishte sulmuar fizikisht nga HF nga Gostivari. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë një parashtresë përkatëse.